Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, me ne është bashkuar ditën e sotme për të folur për luftën në linjën e mesme mes Izraelit, Shëbaz dhe Iranit, ish ushtaraku, po ashtu pedagogu, zoti Memush Habila. Zoti Habila, faleminderit shumë që jeni me ne. Ju falenderoj edhe unë juve, përshëndetje dhe punë të mbarë. Zoti Habila, e keni ndjekur me interes, jemi në një fazë nga dalësimi, le të themi, duke qenë se palët kanë vendosur një paqe të përkohshme mes njëra tjetrës, më saktë një armë pushim. E shikoni të brisht apo të qëndrueshme këtë armë pushim në afat gjatë gjithmonë? Armë pushimi ka gati 2 javë që ka filluar. Në fillim qenë armë pushime të shkurtra 2-3 ditore dhe nga ecuria e bizetimeve kuptohet që armë pushimi mund të zgjatet dhe përfundimisht u zgjat në një periudhë 2 javore. Jo do të thotë që ka një mundësi ndërmjet palëve ndërluftuese që të merren vesh me njëra tjetrën për ta zgjidhur çështjen në rrugë paqësore dhe të evitohen përdorimi i forcës që vazhdoi në fazën e parë të kësaj situate. Kështu që ky afat prej 15 ditësh mundet të hapi një dritare të zgjidhjes ndoshta të përkohshme dhe të çështjes në rrugë paqësore dhe më vonë natyrisht do bën bisedime të tjera për të siguruar një paqe të qëndrueshme dhe afatgjatë në lindjen e mesme. Unë shpresoj se këto bisedime që filluan tani do të përfundojnë me një rezultat pozitiv. Këtu janë angazhuar mjaft vende, kryesisht Kina dhe Pakistani dhe disa të tjerë në hije për të rregulluar çështjen që të ulen palët në tryezën e bisedimeve. Shpresoj që të jetë rezultative kjo përpjekje për ta mbyllur çështjen me rrugë paqësore. Qartë, zoti Habilaj, mendoni që mund të ketë një rifillim të goditjeve, duke qenë se palët gjithmonë kanë pasur edhe ultimatume, sidomos nga zoti Trump, disa orë para se të ndodhte dhe skandimi i afatit i vendosur prej tij dhe të arrihej edhe ky armpushim i përkohshëm. Ai tha që mund të shkatërrojë një qytetërim dhe ta kthejnë në periudhën e gurit, nëse e citoj tekstualisht. Po, kështu është, ai e deklaroi, kjo deklaratë u dha në datën 1 prill që ishte në paralajmërim të rifillimit të një goditje masive të madhe për shkatërimin e objekteve kryesore, energjetike dhe industriale të Iranit. Por siç duket, udhëheqja e Iranit mendoj se vazhdimi i luftës nuk ishte në interes të saj, edhe duhet gjetur një rrugë tjetër. Dhe kjo e çoi udhëheqjen e Iranit që të pranonte një armpushim i cili pritet që të japi rezultate pozitive. E shikoni të mundur ndoshta në një të ardhme të afërt, nëse palët gjithmonë flasim, nuk arrin një paqe të qëndrueshme, që Shtetet Bashkuara të Amerikës së Bashku me Izraelin të mësyn edhe në formë toksore në Iran, dhe pse është kaq i mistershëm territori i Iranit, flitet shumë për të. Nëse do ketë mësimi tjetër, do jetë identike si faza e parë, do jetë një goditje ajrore mbi objektet kryesore. Një goditje ashtu siç thot Trumpi, që duke shkatëruar objektet kryesore termoenergjetike dhe industriale, Irani do kthehet megjithatë në epokën e burit. Se puna e parë do ngjelet pa energji elektrike. Do prishen të gjitha termocentralet, do prishen stacionet dhe në stacionet elektrike dhe pastaj gjithë industria ka dalë praktikisht jashtë loje. Se pa energji elektrike nuk mund të bëhet asnjë. Njëkohësisht paralelisht do goditen edhe depozitat dhe fushat e mëdha të gazit edhe të karburanteve dhe detyrimisht kthehet vendi në atë që thot Trumpi në epokën e burit. Por kjo
do jetë vetëm me goditje ajrore. Mësymje toksore nuk do të ketë për shumë arsye. Në radhë të parë, Irani është një vend me një sipërfaqe shumë të madhe. 1,65 milion kilometër katror. Do të thënë është për të mbuluar me ushtri një sipërfaqe të tillë është krejtësisht e pamundur. E para, e dyta, Irani ka një terren të papërshtatshëm për të kryer operacione toksore. Në perëndim të Iranit shtrihet një vargmale i gjatë që në fillim në kufirin me Irakun e përfundon në ngushticën e Hormuzit, vargmali i Zagrosit, ku malet janë shumë të ashpra me lartësi deri në 4000 metra, në veri janë po ashtu zona malore dhe në veri lindje ku lartësitë e maleve arrin deri në 7000 metra. Dhe pjesërisht mbuluar me pyje. Pothuajse në qendër dhe në juglindje të Iranit janë 2 shkretëtira të mëdha. Nga më të ashprat në globin toksor. Aty temperatura në 2005 në duket është regjistruar 70 gradë Celsius, ku nuk bëhet dot asnjë lloj veprimi. Pra në këtë terren kaq të papërshtatshëm është e pamundur të realizosh me sukses operacione toksore. Një herë kërkohet një numër shumë i madh forcash, e dyta janë kushte të tilla ku një ndërhyrje me ushtri do të sjellë krijimin e një lufte popullore masive e cila mund të zhvillohet me sukses në këto terrene malore. Dhe është e pamundur që të mendosh të kesh rezultat duke në marrë mësymje toksore. Gjeneralet e Pentagonit me sa duket i kanë thirrur mendjes dhe e kanë përjashtuar këtë opsionin e zbarkimit toksor, sepse kanë krijuar eksperiencën e luftës në Vietnam, po ashtu të luftës në Afganistan. Dhe do të ishte një aventurë vetëvrasëse nëse Pentagoni do të merrte një mësymje toksore. Kështu që opsioni i ushtimit toksor përjashtohet. Mund të ketë vetëm operacione të pjesshme, taktike, të nivelit të vogël, me grupe aerodesante për të pushtuar në një ishull ose në një objekt me rëndësi të veçantë, për shembull siç janë ato pikat e shpërndarjes së karburante të furnizimit të anijeve të tjerë, po ato janë operacione të vogla që mund të kryen nga forca speciale, nga një numër i kufizuar për të kapur një objekt e për ta mbajtur një farë kohe. Kështu që opsioni i zbarkimit me trupa masive për pushtimin e Iranit përjashtohet. Ngelet në fuqi vetëm goditja ajrore, e cila në përgjithësi është më me pak shpenzime, më me kursim i jetë njerëzish, harxhohen vetëm materialet dhe parat me një fjalë për të mbajtur flotën ajrore në gatishmëri dhe për të kryer operacionet ajrore. Është luftë komote, luftë më e thjeshtë se sa një operacion masiv toksor që nuk i dihet se si mund të dalë. Një zbarkim toksor do të krijonte kushtet për një luftë popullore në shkallë të gjerë në Iran që do të jetë e pamundur pastaj për Amerikën edhe për NATO-n sikur të ndryhet për ta stabilizuar. Kështu që kjo mundësi është e fshirë nga domethënë opsionet e mundshme të vazhdimit të luftës në Iran. Zotja Bilaj, po ashtu është diskutuar shumë të paktën nga ana e SBA-s, ai ishte edhe preteksti i konfliktit në fillimet e saj, si në muajin qershor të 2025, se po ashtu edhe me 28 shkurt të këtij viti, që pasurimi i uraniumit që bëhet nga ana e Iranit është për te kapaciteteve që përdoret paktën për nevoja vetjake nga centrali bërthamore, edhe pretendimet e tyre janë se po krijohen armë bërthamore nga Irani. Me ato që ju dini dhe keni studiuar, duke qenë se keni qenë më parë edhe
pjesë e ushtrisë në repartin kimik, mendoni që po bëhen prova për armë bërthamore ose mund të jenë bërë armë bërthamore në territorin e Iranit nga ushtria iraniane Garda Revolucionare? Uraniumi aty është pasuruar edhe pretendohet që pasurimi ka arritur në shkallën 85-90% aq sa duhet për izotopin e uraniumit 235, aq sa duhet për të prodhuar armët bërthamore. Por Irani nuk i ka prodhuar dhe HPRH nuk ka mundësi dhe kushte për të prodhuar një armë bërthamore. Se në fund të fundit, nëse do prodhohet një armë bërthamore, do bëhet testimi i saj. Do më funksionon apo jo. Dhe një testim mund ta bëjë Irani, po sot nuk i ka kushte. Mund ta bëjë në një nga ato shkretet e tjera që ka aty, që të testoj funksionin, duhet bëj patjetër një provë. Paktë nuk mund të konkludohet që je në gjendje të realizosh përfundimisht armën bërthamore apo jo, sepse uraniumi mund ta kesh, po konstruksioni i një arme bërthamore pastaj ka problemet e veta. Dhe në përfundim do shkoj tek një testim konkret. Kjo Irani është larg akoma. Zoti Abilaj, po ashtu nuk e di nëse e keni parë me vëmendje ku kishte kërcënime se do të goditeshin nga ana e Shëbazit e Izraelit të gjithë infrastruktura energjetike në Iran, kishte një mobilizim qytetar vullnetar, të paktën thuhet nga ana e Iranit, për të krijuar një gordon rreth e qark kësaj infrastrukture. U pa edhe disa orë para sulmeve që qindra mira qytetar u vendosën në këto objekte. Çfarë lloj strategjie është kjo në aspektin ushtarak? Grumullimi i qytetarëve pranë këtyre qendrave që mund të jenë objekt të goditje është një gabim, është një gaf. Nuk kam pse vënë njerëzit aty vullnetar. Aty mund të mbahen vetëm ekipe të specializuara për të kryer veprime mbrojtëse. Për shembull, gjatë një bombardimi duhet ekipe zjarfikse dhe për të eliminuar ato pasojat e tjera. Grumbullosh vullnetar edhe njerëz të tjerë të pa përgatitur pranë këtyre objekteve është një gabim vetvrasës. Mund të ketë pasoja në dëm kolateral siç njihet ndryshe kur goditet edhe domethënë civilët, në këtë rast popullsia civile, dhe në fund të kësaj betejë, nëse do të agravojë gjithmonë, a mund të kemi më shumë civil viktima? Patjetër, në sulme të tilla, të parët që e psojnë janë civilët. Sepse bombardimet masive, qoftë në qendrat e banuara, qoftë në objektet industriale, ata shefat e mëdhenj, politikanët e tjerë rrinë larg. Janë njerëzit e thjeshtë, ata që punojnë, jetojnë edhe mirëmbajnë këto objekte, dhe të parët ata do e psojnë. Kështu që nuk shpëton dot nga këto. Humbjet e civile, siç janë bërë deri tani, ashtu do të ketë humbje akoma më të mëdha në rast se nuk do të zgjidhet në rrugë paqësore ky problem. Rihapja e ngushtisë së Hormuzit, a është një lajm i mirë për botën dhe paralajmërimi të paktën që ka ardhur nga ana e Iranit këto ditë është i tillë që edhe nëse do të ketë një paqe mes Iranit dhe Shëbazit e Izraelit, të gjitha anijet që janë të lidhura me Izraelin dhe që vijnë prej tyre nuk do të kalojnë në këtë ngushticë. Pra bota do përballet përsëri në afatgjat me një vështirësi ekonomike nga ky aspekt? Nëse fillon trafiku i anijeve transportuese në ngushticën e Hormuzit, problemi është i zgjidhur. Nuk ka ndonjë problem tjetër, sepse pavarësisht nga deklaratat që bën Irani që anijet amerikane dhe izraelite nuk do të lejohen aty, shumica e atyre anijeve transportuese janë, si të thuash, objekte të marra me qira dhe që shfrytëzohen nga kompani nga më të ndryshmet për të kryer transportin. Bile janë kompani të specializuara për transportimin e karburanteve, që e çon në
tek ai që e ka porositur dhe ato s'kan të bëjnë fare një anije mund të jetë indiane ta zëm, furnizohet dhe e çon Izrael naftën, atë nuk e komandonte. Por kështu të hapur me flamur amerikano-izraelit, ai mund mos i ndaloj, por nuk sjell asnjë gjë. Nuk ka ndonjë, nuk ndikon fare. Në rast se SBA-ja lodhet nga Irani, përdor fjalën lodhet në zhargon për të kuptuar që kjo lloj rezistenci që bëhet nga ana e tyre me mbylljen dhe hapjen e kanalit të Hormuzit disa herë sjell një agravim të situatës nga zoti Trump. A mund të përdoren armë bërthamore atje dhe cilat janë kapacitetet e armës bërthamore që mund të përdor SBA-ja dhe pasojat afatgjata që mund të ndihen në këtë shtet? Unë kujtoj të paktën nga të dhënat dhe analizat që janë bërë vetëm me shpërthimin e centralit të Çernobilit, pasojat janë ndjerë për vite me radhë që ishte aksidentale dhe janë ndjerë deri në Shqipëri, ajo më nga një sulm i drejt për drejt atomik siç ndodhi në Hiroshima dhe Nagasaki, që pasojat po ndihen ende dhe sot, edhe pse kanë kaluar më shumë se 80 vite. Nuk do të ketë goditje bërthamore. Kjo luftë nuk parashikon në asnjë mënyrë përdorimin e armëve bërthamore. Mund të jenë deklarata të lëshuara andaj këteja nga politikanë të ndryshëm, por luftë bërthamore nuk ka. Për shumë arsye, nuk është situata për të përdorur armë bërthamore e para dhe e dyta. Sikur një fuqi të përdor armë bërthamore, ajo do përballet vetë me pasojat që krijohen nga përdorimi i armëve bërthamore. Ta zëmë ne, SBA-ja është fuqi bërthamore, po fuqi bërthamore është dhe Izraeli. Në qoftë se do përdoret, ta zëmë ne, një armë bërthamore që s'ka për të përdorur në gjirin persik, pasoja do të vënë dhe tek Izraeli. Plus pasaj të gjithë këta aleatët e tjerë, Arabia Saudite e tjerë, që të mbullohen nga rreth radioaktive. Pasaj ato përhapen në gjithë botën dhe situata bëhet e pa kontrolluar. Kështu që ata që kanë armë bërthamore në shumicën e rasteve i kanë për shantazh, për deterencë dhe mendojnë sepse zhdukja e kundërshtarit do të sjellë zhdukjen e tyre. Armët bërthamore janë të kyçura dhe të kontrolluara rreptësisht nga këto fuqi. Zoti Abilaj, neve e diskutuam, e analizuam së bashku që ju thatë është e pamundur që të futet në formë toksore, ndoshta shikon pamundur ushtrinë amerikane atje, por nëse ndodh, gjithmonë nëse ndodh, a mund të ketë fatin ushtria amerikane siç ndodhi në Vietnam, në Irak, duke qenë se flitet që në Iran ka shumë tunele nëntoksore, shumë territor të fshehur që mund të rezultojë fatale për ushtarët që mund të militojnë atje. Është përjashtuar opsioni i pushtimit toksor. Pentagoni nuk e ka në agendën e vet, në programin e vet, ka fiksuar goditjen ajrore. Dhe nëse nuk do të arrihet me rezultate pozitive në bizedimet që po zhvillohen, do të rifilloj goditja, do të jetë thjesht goditja ajrore. Përjashtohet çdo lloj mundësie. Nuk ka mundësi të pushtosh një vend aq të madh, siç është Irani, me ato kushte gjeografike të vështira për të kryer operacione ushtarake, e cilat do të donte miliona ushtar për të çuar atje. Eksperienca e Vietnamit dhe Afganistanit me ushtrinë amerikane dihet dhe specialistët e Pentagonit e dinë këtë dhe e kanë përjashtuar këtë variant që mund të diskutohet. A mendoni që do të ketë një përfshirje të aktorëve të tjerë në këtë konflikt, nga njëri kah me Izraeli dhe SBA të bashkohen aleatët dhe NATO, e nga ana tjetër me Iranin aleatët e tyre të hershëm siç janë Rusia dhe Kina? Aleatët e Amerikës dihet që është Evropa, vendet e NATO-s, të cilët janë indiferent dhe e kanë marrë me shumë ngadalësie dhe me shumë indiferentizëm këtë luftë, duke i quajtur të një problem të Amerikës, dhe ata vendet e Evropës nuk do përzihen, do rrinë larg. Mund të marrin pjesë vetëm në
menaxhimin e situatës në ngushticën e Hormuzit për të rregulluar trafikun e anijeve transportuese. Vetëm kaq mund të bëjnë ato. Ndërsa Amerika do të çojë punën e vet deri në fund për ato çështje që është nisur konflikti. Domethënë, ndalimi i programit bërthamor nga Irani, mos mbështetja edhe mos si të thuash angazhimi me milicit proxy, me këto grupe terroriste të shpërndara gjithandej të Iranit, në qoftë se zgjidhen këto çështje që janë vendosur, atëherë konflikti mbyllet. Domethënë këto dy çështje janë, të tjerat janë probleme pasaj të tavolinave diplomatike. Zotja Bilaj, në fillim të konfliktit u fol shumë për një rrezikim të mundshëm të Shqipërisë, duke qenë se strehon këtu një pjesë të opozitës iraniane, dihet që prej disa vitesh i ka ndërprerë dhe marrëdhëniet diplomatike, edhe më herët është kërcënuar Shqipëria po nga Irani. A ekziston ky rrezik ende ku jemi në këtë fazë të konfliktit, apo është zbehur sipas jush gjithmonë? Rrezik për ne drejt për drejt nuk ka. Për arsye se unë kam thënë në disa biseda të tjera që Irani nuk ka ndonjë interes të angazhohet me luftime në Shqipëri. Ai zhvillon në Shqipëri punë gjendurore me shërbimet e fsheta, me metodat e veta të propagandës dhe të përhapjes së informacioneve apo marrjes së informacioneve të ndryshme për të cilat ai mendon se ka interes. Dhe domethënë zhvillon këtë që quhet lufta hibride. Kryesisht në mbledhjen e informacioneve dhe përhapjen dhe zhvillimin e propagandës pro-iraniane. Këtu është përqendruar puna e Iranit. Opozita që është aty është një opozitë e plakur, e lodhur, nuk bën dot asnjë gjë dhe nuk ka asnjë vlerë, as për veten e vet dhe as për Iranin, as për ndonjë shtet tjetër. Domethënë vetë opozita këtu është një opozitë inekzistente, që nuk është në gjendje të bëjë të ndërmarrë ndonjë veprim serioz. Kështu që Irani ndaj nesh zhvillon një variant të luftës hibride, kryesisht të shfryzimit të shërbimeve speciale për mbledhjen e informacioneve. Po ashtu, zotja Bilaj, flitet shumë për mundësinë e një zbarkimi të një divizioni 82, siç njihet ndryshe në SBA si njësia elit në përbërje të korpusit strategjik ajror. Çfarë do të sillte kjo për luftën, nëse do të vijonte akoma ky agresion, ato do të ndryshonte fatet e saj, dhe duke qenë se jemi në këtë pikë, doja që të kisha edhe një koment nga ju lidhur me operacionin e shpëtimit të 2 pilotëve që mbetën në territorin iranian pas shpërthimit të avionit të tyre, që u angazhuan qindra avion të tjerë për të bërë të mundur dhe shpëtimin. Si e cilësoni këto? Operacioni për shpëtimin e pilotit të rrëzuar në Iran është një operacion të cilën forcat speciale amerikane e kanë të zakonshme. Ata kanë bërë operacione shpëtimi në shumë vende dhe në shumë situata të vështira, si në këtë rast, dhe veprojnë në mënyrë kaq të saktë dhe precize që ata arrin ta shpëtojnë ushtarin e tyre kudo që të ketë rënë. Ka patur raste që gjatë luftës së Kosovës është rrëzuar një aeroplan me 2 pilotë amerikan dhe janë bërë dhe filma e tjera asaj ngjarje dhe arritën t'i shpëtojnë. Dhe metoda se si i realizojnë nuk i di njeri. Janë metoda speciale tepër sekrete, janë njerëz të veçantë që merren me këto operacione. Këto bëjnë pjesë në operacionet e grupeve elit të veçantë forca speciale që ka ushtria amerikane. Ndërsa për divizionin 82, kjo është një njësi elit, ajo është një njësi e madhe,
është krijuar këtu 100 vjet përpara në luftën e parë botërore, ka marrë pjesë në shumë operacione në luftën e dytë botërore dhe në bile merr pjesë vazhdimisht në stërvitjet e NATO-s që organizohen në Evropë. Është njësi e litë. Lëvizja e këtij divizioni nuk përbën një kërcënim për zbarkim toksor në Iran. Kalimi i tij në gatishmëri që publikohet në media ka të bëjë vetëm me anën e një shantazhimi, domethënë që e bën lëvizje këtë, por nuk parashikohet që ky divizion të përhyjë në këtë. Ky divizion bën pjesë së bashku me divizioni 101 në korpusin aerodesant strategjik të Amerikës. Ky korpus nuk është në gjendje alarmi dhe gatishmërie për të marrë një detyrë për zbarkim në Iran. Në qoftë se ky korpus do merrte detyrën për një zbarkim aerodesant, do të shoqërohesh me të gjitha veprimet toksore që kërkohen në këtë rast. Që kjo është e pamundur. Lëvizja e tij ose paratitja në media për ngritjen në gatishmëri të këtij divizioni është më tepër domethënë për një shantazh mediatik. Zotja Bilaj, duke qenë se ju keni qenë në inxhinier kimik në ushtri dikur, tashmë ne jemi pjesë e NATO-s, por nëse të flasim në aspektin ushtarak dhe të forcës, duke qenë se jemi në një konflikt, le të themi global në disa vende, ushtria e tanishme është më e fuqishme apo ajo e dikurshme? Si do analizonit? Ne tani praktikisht nuk kemi ushtri. Ne kemi një njësi të modifikuar, një ushtri për rreth 3500 vetash që quhen ushtar profesionist, por që nuk kanë asnjë përgatitje profesioniste. Infrastruktura e ushtrisë është e dobët, nuk jemi në gjendje për të kryer asnjë veprim në mbrojtje të vendit. Por ne e kemi stakuar mendjen sepse mbrohemi nga kupola e NATO-s. Duke qenë në përbërje të NATO-s, ne kemi të siguruar mbrojtjen dhe kjo ka bërë që politika jonë ka hequr dorë nga çdo masë mbrojtëse konkrete për ushtri. Me këtë ushtri kaq të vogël, me një numër minimal ushtarësh, oficerësh, pothuajse pas një infrastrukturë ajrore apo toksore tjetër, ne jemi në gjendje për asnjë punë. Por rroft NATO dhe Amerika që na kanë në kujdes dhe jemi të siguruar në këtë drejtim si antar të NATO-s. Në rast se NATO shpërbëhet gjithmonë nga zërat kritik që flasin se edhe SBA-ja mund të tërhiqet pas mungesës së ndihmës që erdhi nga NATO, rrezikon shumë Shqipëria? Na fat gjatë gjithmonë. Po tjetë për NATO, Shqipëria është rrezikuar. Në qoftë se NATO do të prishet, me tërheqjen e Amerikës, NATO prishet me fund. Ne s'kemi asnjë mbrojtje, asnjë përkrahje nga Evropa. Absolutisht. Por ne kemi përkrahjen, Amerika nuk do na braktisë asnjëherë. Dhe dy aleat fuqishëm që janë të përhershëm për Shqipërinë janë Amerika dhe Turqia. Të gjithë vendet e tjera ne do të na lënë në baltë, do të na shesin, sepse Evropa këtë punë ka bërë me ne gjatë gjithë historisë. Evropa duket sikur na përkrahje tjera tani që jemi në NATO, por nëse prishet NATO, ne nuk kemi asnjë vend në Evropë nuk do lëviz gishtin në mbrojtje të Shqipërisë. Kështu që edhe këtu unë them se jemi në sigurt, përderisa kemi mbrojtjen e Turqisë, që është krahu kryesor i armatosur i NATO-s dhe Amerikën, nuk do të guxojë njeri që të na shqetësojë në problemet tona. Dhe një pyetje të fundit, zoti Habilaj, duke qenë se ndodhemi në një këtë situatë, shumë shtete duket se po e ndërmarrin si vendim qoftë afat shkurtër dhe në afat gjatë, që të rikthejnë detyrimin ushtarak, ndonë se edhe vetëm për disa muaj, a duhet implementohet
ky aspekt edhe në Shqipëri? Po, çdo shtet serioz e ka një opsion të shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Marrim komshit që kemi ne këtu rreth rrotull. Greqia ka një shërbim të detyrueshëm ushtarak, ajo sot mban 180.000 ushtar, ushtria greke. Dhe ka opsionin që në rast të një kërcënimi, ajo mund të bëjë mobilizimin e saj deri në disa qindra mijë ushtarë. Këtë e kanë të gjithë shtetet. Ne tani duke prishur sistemin mbrojtjes dhe strukturat përkatëse, sot ne jemi fare të zhveshur dhe nuk di njeri që çfarë mund të bëhet në një rast kërcënimi, sepse ne s'kemi asnjë ligj për mobilizimin e përgjithshëm. Nuk kemi as kuadro që të organizojnë realizimin e këtij ligji. E të tjera probleme që lidhen, domethënë ne jemi praktikisht jashtë loje në rast të një situate kërcënuese. Qartë, zot Abilaj, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë analizë dhe këtë intervistë. Faleminderit shumë për gjitha detajet që ndat nga lufta në lindjen e mesme, por edhe rrezikun që kanoset Shqipëria si një ish ushtarak karriere pedagog në fushën e kimisë. Ishte një bisedë shumë e vyer. Faleminderit shumë.